A e dini se pse ndonjëherë foili nuk transferohet siç duhet? Sot do t'ju tregoj çdo hap dhe një sekret të vogël që bën diferencën. Fillimisht e aplikoj adhezivin e foilit vetëm në pjesën ku dua të ngjitet foili. Në këtë video po krijoj një french, prandaj vendos vetëm në majën e thoit. Më pas me një penel që përdorim për frenchin, në këtë rast kemi përdorur penelin e frenchit TNC-s 11 mm, definojmë konturat e frenchit. Adhezivi që ne kemi përdorur është me tharje në llampë LED UV dhe prandaj e polimerizojmë për 30 deri në 60 sekonda. Dhe ja sekreti. Pas polimerizimit, prisni 20 deri në 30 sekonda përpara se të ngjisni foilin. Kjo bën që shtresa ngjitëse e adhezivit të stabilizohet dhe transferimi të dalë shumë më i plotë. Më pas vendos foilin, e shtyp mirë me gisht dhe heq me një lëvizje të shpejtë. Mos e fërkoni vazhdimisht, sepse nuk është forca që e bën transferimin perfekt, por është presioni i një trajqëm dhe teknika e duhur. Nëse mbetet ndonjë pjesë pa u transferuar, mos e hiqni foilin. Vendoseni sërish në të njëjtin pozicion dhe shtypeni edhe një herë. Le t'i shtojmë tani pak shkëlqim. Duke përdorur të njëjtin penel frenchi që përdorëm më parë, konturojmë me kujdes konturet e frenchit dhe rezultati është fantastik. Nëse të pëlqejnë video të tilla me sekrete dhe teknika profesionale, atëherë je në vendin e duhur.